kjo notë nuk mund t'jetë lirë edhe mirë pa Radio Lindja gjithmonë këtë premte, edhe premten tjetër, edhe premten që vjen e kësaj radhe me musafir në studio nga Prishtina, nga Amerika, nga Kosova. Kjo kënaqësia shumë e madhe me tush që kemi këta musafir për shembull që na kënaqin këtë radio edhe na begatojnë edhe na zbukurojnë. Mimrama Alush, mimrama dëgjues të Radio Lindjes edhe që na ndiqni përmes Facebook. Ja prasante kemi musafir dytë të çmuar nga Kosova që nuk i kemi pas më herët në Norvegji, as në radio, po as në këtë shtet apo në Oslo, kryeqytetin më të bukur që ka Skandinavia. Por këto kanal me punë, kanal me një risi që shqiptarët ndoshta nuk kanë pas idenë se çfarë po ndodh, pse edhe kësaj radhe po vjen një musafir në kuadër të ambasadës apo në kuadër të këshillit të shqiptarëve, po edhe pse jo Radio Lindja që është pjesë e gjitha eventeve apo organizimit që ndodhin këtu. Me neve pra alushtonte janë Antoneta Kastrati, skenariste, regjisore, po ashtu kemi edhe Casey Cooper Johnson, i cili është dhëndër shqiptar, pra do të flasim shqipsonte, sa Alushi gjithmonë e ka si ide, ju thojmë dëgjuesve dhe shikuesve tanë që do të flasim në anglisht, por kësaj radhe do të flasim vetëm shqip. Mirë se keni ardhur në emisionin tonë. Faleminderit, mirësi gjitha. Mirëmbrëma, faleminderit shumë që na keni ftuar me ardhur në radio. Kjo është nësia jonë pra që jeni sonte me ne edhe sidomos për ata që nuk e din për Kesin, dhëndri Kosovës, e keni pa në televizione, në radio, e keni pa dikun në gikt muzikës për shembull në për Kosovë me muzikat ndryshme, po më parasysh tash Kesi është dhëndri për ne, është dhëndri Kosovës, se është burja të Ndentës, edhe mbi emrin nuk e ka Kastrati, po e ka Alo Johnson, domethënë edhe pak ka dalë mandena, ndoshta e bojmë edhe ato. Kënaqësia jonë që jeni sonte. Bëhet pak më i gjatë, po s'ka lidhje, se ka më shumë pasurinë mes mbi emrave aty. Po çikat ton kanë Kastrati Cooper Johnson. Oj, që sa Jeta Kastrati Cooper Johnson, Jana Kastrati Cooper Johnson. Normal, edhe në fund të vjetrit. Pasuri çdo shkruajnë çdo fjalë derisa të mbarojë komplet. Po kjo është ajo e mira, për shembull që në studion Radio Lindjes gjithmonë befasi, gjithmonë musafire, sidomos nga troje shqiptare, kësaj radhe nga Kosova. Po nisim kështu, qëllimi që jeni në Norvegji, pikërisht në Oslo, me na tregu pak çfarë befasie kemi, çfarë presim. Më thonë, në Norvegji jemi në ftesë prej ambasadorës, ka më shfaq filmi Zana, është film i metrazhit gjatë që mbon 2020, edhe plus kemi me prezentu dhe më thonë një projekt të ri, Kthimi në mal, është një film i metrazhit gjatë që tash jemi të zhvillu edhe jemi të bo dhe më thonë të bo mbledhje të fondeve. Që sa mirë. Përket pra filmit Zana, ju e keni zgjedhur këtë film edhe në atë pse keni zgjedhur këtë film, ta trajtoni se kemi pa një trailer edhe e vërtetëm se ka të bëjë me traumën e luftës përmes një historie të një gruaje. Se e zgjodhët në realitet ta trajtoni në këtë formë në filmin Zana, nëse na jepni pak një shpjegim rreth kësaj. Zana, do të thonë, është film për një gru Kosovë që gjatë luftës e ka humbur qikën. Edhe tash po filmi e trajton do të thonë periudhën e mas luftës edhe traumën që ka vazhduar me dekada, do të thonë. Edhe faktin që te na do të thonë kena shumë pak mënyra që shmjunimu grave edhe mbijeturave të luftës, edhe që ka stigma për psikolog, do të thonë edhe qysh do të thonë familja dhe shoqënia munohen do të thonë veç me shku përpara, ndërkohë ajo është të vuj do të thonë prej traumave. Filmi është shumë personal për mu, se unë gjatë luftës ma kam vrarë nënën edhe motrën. U konë diçka që do të thonë prej kur kom fillu më marrë me film, se unë prej mas luftës kom fillu më marrë me film dokumentar. Ka qenë arsye pse kom dashur edhe më përfshi me punu filma. Do të thonë për jetimin që kom pas gjatë luftës, se kom dashur do të thonë tema që janë pak më tabu dhe nështë mënyrën që na komunikojmë për sene caktuar që më ka dogë që nuk janë do të thonë publik. E për mu Zana do të thonë e ka që atë aspektin personal, e traumë do të thonë edhe merret do të thonë me PTSD, që po është do të thonë ëndrat shumica e seneve do të thonë që janë film janë shumë personale për mu. Po për mu kanë më rëndësi me kallëzu do të thonë kur jam bon non vet, u kanë shumë vështirë për mu me imagjinu nëse isha kanë non do të thonë gjatë luftës.
So unë jam kon 18 vjet, që e kom përjetu tepër ranë, hala e përjetoj ranë, po s'më me para minuti, isha kon nanë edhe domethënë me kalu në për diçka që ashtu, frikën që ka përjetu, po qysh është domethënë për një nanë me hup një fëmijë. E kom bo shumë intervista me gra që kanë hup fëmijë gjatë luftës, edhe kom dash domethënë me pas një dritare në qatë realitet, domethënë qatë përjetim që është me përjetu gjatë luftës. Domethënë që kjo ka në filmi jam i parë, Zona. Po titulli Zona, se emri Zona mund të ketë përmbajtje të ndryshme, po dhe bashkë Zona e titullove. Zona, domethënë është emri qiks. Emri qiks, po edhe për mu zonat janë, është si feri, është si hyneshat që janë, domethënë male dhe rolin e kanë domethënë janë si mbrojt jetë. E për mu kanë çaj domethënë kum dash me lidh me atë mitologjinë domethënë e zonave të malit. E që sa mirë, për shembull tash Zona të ka inspiru, kjo nuk është vetëm film, është përjetim. Edhe kjo është diçka me ndjenja. Kjo ka në domethënie shumë atë madhe. Çfarë do dush çmimi me fitu, është ajo që ki bo filmin. Çmimi më të mirë nuk ka. Domethënë mundesh edhe Oscar me marrë edhe krejt mirë, po ti e ki bo diçka që ki pas në zemër edhe ki shpreh në film. Ajo është që ajo më e mirë. E tash prej këtij inspirimit, pastaj vazhdove tutje, e tash jemi në projektin që do të vjen shpejt, që do të titullohet qysh e pa emër. Projekti, domethënë që jam të punu tash është Kthimi në mal. Zona domethënë është marrë me periudhën e mas luftës, kjo është një film që kthehet mrapa në kohë. Domethënë që fillon merret me të 90-tat, me 2-3 edhe këtë përjetimet që kemi pas me mbylljen e shkollas në ndërgjimin e Miloševićit edhe që domethënë jemi kon shtypun, po në të njëjtën kohë që kemi gjetë mënyra qysh me domethënë një përballu. Edhe qysh është tregimi për dy vllazën. Po nisi pak më herët se unë e kom bërë një film dokumentar domethënë për një ambientalist, një bjeshkatar që shumë që më ka inspiru, Fatos Lajqi, që kom taku mas luftës, që ka punu domethënë në rrugovë, kon një vetmi që u kon për një me mishë me shpirtu marë, me mbrojt malin. E ky ka qenë për para studenti regjis, domethënë ka pas ëndra krejt tjera, po mas luftës e ka lanë edhe u kthy në rrugovë për shkak se në rrugovë është vra vllau i tij Beni, që ka qenë domethënë që ka gjatë luftës. E dokumentarin që kur e kom bo dokumentarin e kom di që është një tregim shumë më i madh me ta. Du me bo domethënë diçka jo dokumentar, po film të luajtur fiktiv, edhe më kthy mrapa në kohë, këta ku kanë qenë fëmijë, në rrit në rrugovë me ëndra shumë të mëdha përpara. Edhe masani domethënë në 10-tat panik prej ushtrisë, janë mshef në rrugovë një vjet. Masani në Prishtinë, periudha qysh po tash me shku në shkolla paralele, po dhe në njëjtën kohë dhe qaj shpirti, domethënë i rezistencës, se na menojmë në 10-tat qysh u konë tepër vështirë, po të njëjtën kohë ju e dini se jeni konë qatë kohë edhe jo, edhe këtë punën që kanë bërë në diaspora, dhe qa që ka pas solidaritet, qa që ka pas ju konë njerëz shumë të motivuar, domethënë filmi e kap qatë periudhe në 10-tat. Në 10-tave. Si përjetoni ju gjithë këtë histori, këto ngjarje që i ka përfshi në film bashkëshortja juaj, se jeni bashkëshort tani vetëm se zbulum fillim programit. Po, kur kam ardhur në Kosovë, kam ditë shumë pak. Unë kam ardhur në Korik 99, me një herë mas luftës, si vullnetar. Kam taku me Antoneta mas 3-4 muaj. Edhe unë isha befasuar me krejt prapavis se vetëm kemi ditë lajmet për 3 muaj, unë veç kam mendu që lufta në Kosovë ka qenë një ngjarje për 3 muaj. Kur në fakt ka qenë diçka me shumë histori, edhe me që ka ardhur si përfundimin e një dekadë që ka qenë shumë vështirë për unë si një si njëri i ri prej Kaliforni, me paramendu çka keni ballafaqu. Po, për jetimet ashtu të popullit Kosovë. Sidomos për
Antoneta, familja për Antoneta, po edhe për krejt gjenerate i ri që ka qenë në shkollë, të mundu, se une isha në qatë mosh për fakultet non-detave, të parmendu çka kanë ballafaqur studentët, të mundu me studiu, të pas andrat, ndaj për jeta, edhe që shka ardh situata në moment që duhet dikush me 20 vjet duhet me vendos çka me bo, qysh me përballu ato. Une kam pas shumë inspirim prej ideja Antonetës me bo këtë film për fatosët e vlau e ti, se une isha moshën e njëjtë, edhe më ka dok si Amerikan si një tregim shumë universal. Se na krejt çfarë do shtet vim që vim, që mundesh me paramendu vetës në qatë pozit e me pas ato sfidat, pyetjet çka me bo kur vjen qatë moment që duhet me zgjedh çka me bo. Do të kthehemi prapë te filmi dhe vazhdimi i asaj, na kontributi çka mundum na me bo diaspora e krejt shqiptarëve që në botë, se është momenti normal në kësi raste edhe me kontribu, por Casey tregona për shembull prej Kalifornisë, qysh e gjete Kosovën, pse në Kosovë? Kjo ka qenë diçka shumë mundem me thonë rastësisht, ose mundem me thonë kismet. E shkrume. Une isha në një moment që kam kryer fakultet, isha në një moment që nuk kam ditë qa me bo me jetën, në një krizë të vogël, edhe në qatë moment lajmet ka qenë luftë në Kosovë, edhe erdhë një ditë që kam vendos do të shkoj atje me punu si vullnetar, ndoshta muj me gjetë një farë drejtimin për veti. Shumë nuk kam ditë çka me qysh kish zhvillu jeta ime për qatë vendimi. Shumë shpejt që ke bo me ardhë Kosovë. Shumë shpejt, edhe ka qenë diçka që ka menu ndoshta për 3-4 muj ri atje, edhe tani kthehem me do tregimet interesant, aventur, po nuk kam ditë çka kisha zbulu Kosovë, dhe tani krejt jeta ime është ndryshu për të mirë, për që kam taku me netën, që kemi bo familjen, që kam zbulu, edhe kemi gjetë karrierën për me bo filmat vetë. Kemi fillu dhe me thonë bashkë në filma dokumentar. Nuk isha, nuk kam qenë film bërës për para, na kemi zhvillu atë jetën. Që ato do isha me vetë, për shembull, kur lidhët punat e filmit, e regjijat, e manuskriptit, e ketë këto, zakonisht njerëz shkojnë në akademi edhe studiojnë edhe vinë deri te ajo ëndra, për shembull, me bo një film ose një ngjarje. Po gjithmonë filmat më të mira në për ata që nuk kanë qenë akademi, po e kanë treguar të vërtetën, real story që thonë. Për shembull, sidomos Antoneta që e ka përjetu, edhe ka net me njerëz dhe i ka intervistu, për shembull, njerëz se nuk është kjo për shkruaj dhe për boj, po ti ke fol me ata njerëz që përveç se vetë që ke përballu, për shembull, edhe ke përjetu, edhe tjerë të kanë treguar ku të kanë inspiruar dhe më shumë. Dhe është zotit që me pas halo kësi filma, se ka shumë përjetime që në halo nuk i dim, edhe ka halo që nuk folin, edhe është shumë mirë me fol, me qelë zemër, me fol, se është mënyra e shpëtimit vetës. Jo me pas medikamente, për shembull me shku te psikologi, nuk nimon ajo, po dush vetë me tregu mu qelë, me kom që kjo ka ndodhë, adil mos mu tutë, se tash është shlirimi i shpiritit ajo. Se Antoneta, për shembull, që ka fillu me zonën e me dokumentarin në rrugove dhe pastaj edhe projekti tjetër. Kjo është ajo liria e vetës, do me thonë, tash je bird me fly, do me thonë se e ki qitë, e përdin jashtë, e ki inspiru me siguri plot njerëz me tregu që pritë se edhe qëtu ka ndodhë, që shtot,
E tash njëjtën kohë e ki inspiru edhe Kesin për shembull që s'ka ditë me gjetë vetën në Kaliforni, unë e kisha gjetë, po të kallzoj drejtën, se di qyshve që se na e kena pas ondër me shku në Kaliforni, e për neve është shumë gëzim i madh që varë dikush për Kalifornisë tena. Kam qenë që diqëm në qatë kohë. E që ajo është interesant, po je inspiru edhe vetë, do me thonë edhe ki gjetë vetën. Kjo është ajo që ka qenë momenti kur e tash ky projekt i ri me siguri ka me dalë diçka që ka me qenë qash fantazie, bukur, qash mirë, se kini nis me punu. Dhe me thonë, kini nis me punu mirë, po gjithmonë duhet pak fonde që me dalë kjo është shumë mirë, edhe mos me dalë gjys. Po dhe na, se tati se veç deshta më këthy shpejt, apo dhe nëse unë kom fillu me bo filma dokumentar, kemi pas dhe trajnime, po ma vonë 2009 kom shku në LA me studio. Masi i kom bo një 12 filma dokumentar, kom studiu në Los Angeles, dhe me thonë për regji, edhe motra jame, se harova me përmenë, se motra jame është kamermane, se ti e Kastrati, na punojmë gjithë bashkë në atë tretë. Ajo është goxha e njoftën tash se është të punu goxha shumë filma. Po, do më thonë zonën, unë jam kthy, se për mu Kosova dhe që të tregime e në shumë rëndësi, se jemi vend shumë i vogël, e kom shumë rëndësi që gjua Shqipe, do më thonë me të përtu.Ës kultura jona, po dhe me pas na diçka me kallëzu jashtë. Përveç po menoj normalisht inspirimet që i kom që jonë shumë në brendshme, që s'kan të bojnë shumë, apo dhe njën këtë diçka subjektive. Ky filmi jashëm, filmin zona, kom punu 5 vjetë me realizu. Dhe me thonë që shdo këtë filmi edhe kështu bugjetin e kemi pas shumë të vogël, po e kom gjiru në Kosovë, jam këthy, do me thonë e kom gjiru në komunë të Pejës, për kajt jam. Kemi pas mbështetje për qendrës kinematografike, po sa në të vogla, po mënoj, edhe njerëz kanë ardhë ekstra, edhe në statista kanë punu këtë janë ardhë. Për shembull është një skenë varimet, janë për një men njerëz të katunit tam që janë ardhë. Nuk janë kështu që e kemi pagu. Kanë ardhë, kanë dash qatë shumë se nuk gjirohen filma, plus edhe ka nevojë, do më thonë, edhe me pa veten. Mënoj që për na, si shqiptar, me pa veten, të folë gjuhën, që shë folim na, është shumë e rëndësi, se nuk e kena pa, gjatë Jugoslavisë, dhe më thonë, dasht me simbole, me metafora, kemi pas filmat mirë, po ka pas shtypje, dhe më thonë, nuk e mujti me shprej vetën liresht, tash jemi në qasi kohë që muj me shprej vetën liresht për mes filmit. E zgjata pak, po... bashmir. Filmi, dhe më thonë, këthimin mal, jom zona që thash ka marrë 5 vjetë me punu, në që 3 vjetë, jom të punu në skenar, se kom bo qatë shumë intervjista me se Beni, do me thonë, ka qenë o kon vlau që është vra, Beni o kon të studiu letërsi në dhejtat. Edhe a i do me thonë e kalon, dikur ma vonë e kalon, edhe ju ka bashkan gjitë u që kësë, po shkrime do me thonë ti, që kanë mu po dhe në film, se a i ka shkru proza. Vlau tjetër, Ka bo interviste edhe me kështu folë fakt se harova për mu që kjo aspekt ka qenë shumë rëndësi se qatë që është folë, qatë shumë për që kjo është folë për luft, po të regimi për një meq që ka kanë hek të rritë, që dikujt, për mu si femma nuk konë, kena pas edhe femna, nuk që kjo për shumica e në konë ma shumë mashkoj. Për mu konë edhe që kjo pyetje shumë interesant që shkon me pas qatë presion që dush me shku me luftu, me marrë armen. Vëden është vendim shumë që ti po shkon me sakrifiku vetën, vëden. Intervista që i kom bo me shokët Benit, dhe më thonë shumica tash nuk janë traumatizum, janë konë shumë të ri dhe kanë përjetu sene shumë trona. Për mu e ka edhe në aspektin personal për më ne kom su qatë shumë, edhe pse unë jam konë tonë konë, Kosovë, jam konë katonë, nuk kom dola, apo të në 2009, nuk kom shku në LA. Po, që kjo hullumtimi është shumë rëndësi, me marë, me thonë, fakte, të regimet vërteta, e më ka inspiru, do me thonë, Beni, se zakonisht me non-hajt shkon luftan, apo den, po, do me thonë, dikur si aj, mu balafaqu, si qika ja me sot mu balafaqu me qëtë, apo dala pe lo Kosovën, apo marë armen, apo shkoj po më shefna, është sen te për Iran, apo den, e menoj që kjo është aspekti dhe që mune është gëgja universale. Do e pa dhe ta shqena, do me dhëmë po kena qatë shumë lufta. Edhe është mirë që e keni ba përshkrimin e tillë, ta kuptojnë së do pak shqiptarë tanë që s'kanë qenë pjesë e luftës, ka qenë një pjesë e vogël,
ju thatë vetë keni qenë fshat gjithë kohën, por ata që s'kanë qenë, a mund ta paramendojnë se një luftë e tillë, një tragjedi e tillë ka ndodhur në Kosovë, për shembull, si mos kur e shfaq një film i jashtë Kosovës në diasporë. Po menoj se është ndryshe kur të shën, domethënë se mundesh më identifiku me personazh edhe mundesh për një me një që është me konç atë. Menoj që nuk është që nuk din, shumica besoj i njëjti sa është edhe në Kosovë, se është një par shumica nuk dojnë as me ditë se qatë shumë është folë për luftë, po për një me që thash me hi për një me pa që është me konç atë, që është me përjetu është diçka tjetër. Menoj që plagë menoj na që kena përjetu sa në shumë trona, se cili person në Kosovë ka përjetu nivelet ndryshme traumave. Menoj që shumica që aty në traumave na i marrim me vete, po menoj që mujmi përpunu, menoj që ka, nëse njihet që ajo, se është me rëndësi, po pra. One me pa që a traume dhe jo me që me thonë me mbulu, veç me fole hajtë dhe u kry, menoj që është nëse shopër një me, qka ke përjetu, edhe mos me marë se, të thonë bastonin e sakrificës, se menoj se së cili ka sakrifiku, është shumë e rëndësi që a i sana, jo one, jo kjo natë shumica prej neve kemi sakrifiku. Jo, është shumë e rëndësi që të tregimet, kemi shumë tregime, kështu me dalë. Menoj që gjenerata jonë ka mi barë që ato trauma, nuk mund është mi shëru plotësisht. Absolut. Po menoj që ka mënyra që muj me përparu, po njëtën kohë që mos mjau se po menoj me hullumtime që jo më bota është edhe me gjenerata ato bartën. A keni pas përkraje për filmin e parë Zona nga, për shembull, organet kompetente të Kosovë, Ministria e Kulturës? Po, Zona ka pas prej Qendrës Kinematografike të Kosovës, ka pas prej Komunës Pejës, asane kemi pas grantet vogla kështu prej Lusan. Prej Shqipëri. Prej Shqipërisë, po, edhe prej Shqipërisë. Do më thonë zakonisht që shfinancohen filmat, është shtu i ki grante, po normalisht që bugjeti është i vogël për filmat që dojmë na me bo. Bilem edhe për zonën. Ishtë të kthejnë që atë pyti që ki pas se na jemi një partneritet Kosovë edhe Amerikë. Edhe une po shoh që këtë film, edhe Zona, po edhe këthimin e madhe dhe filmat tash që janë të bërë në Kosovë, kanë qëllimit tjera që është qëllimit diplomatik. Që për ne njerëz që nuk din shumë për Kosovë, mënyra më të mirë për me mësu për Kosovë është përmes filmit. Edhe ashtu jam shumë emocion zim që bojmë këtë film për non-dateve, se besoj që është një film shumë që tregon botën çka ka përjetu Kosova gjatë non-dateve, po edhe është një tregim shumë inspiruese. Qysh populli ka bashku, qysh kanë ndërtu shkollat paralele, qysh studentët kanë dalë. Veçanërisht kjo pjesa e shkollave paralele nuk është vetëm Kosovë, nuk është diçka që ka ndodhur në vende tjera. Qysh ka zhvillu UÇK, qysh kanë diaspora që është mobilizu, që kanë çuare. Po, me përkra krejt ka qenë diçka një bashkëpunim. Po, një përmbledhje e përgjithshme në realitet, diçka që është e nevojshme dhe që ka qenë në realitet në atë kohë. Sepse ne menojmë që vetëm i populli jonë shqiptar ka mund ta bëjë një punë të tillë, edhe pse tash ne jemi kanë jo vetëm se të plagosur në zemër, edhe të shkatuar me një fjalë, po në aspektin emocional ne kemi ditë ta mbajmë veten, edhe të jemi të bashkuar edhe gjatë luftës, që sot fal edhe Antonetës edhe gjithë atyre që bojnë filma edhe dokumentare, shpjegojnë shumë, rrëfejnë shumë që tash ne jemi në partneritet me Amerikën, kurse e the, edhe ne po mos ta kishim Amerikën, ndoshta nuk do të jeshim ku është tani sot Kosova, por prapë mendoj që populli i Kosovës ka dhënë maksimumin, pa marrë parasysh se në çfarë forme, për ta përkrahur shërimin e vendit, edhe sot në realitet edhe pse jemi në paqe, jemi në liri në Kosovë, ne nuk duhet të harrojmë historinë, sepse thuhet një fjalë popullore e na përsëritet nëse nuk dim shumë. Tash për atë unë mendoj që shqiptarët
bazohen filmin e parë Zanës për ta në realitet sponsoru edhe ndihmu filmin e dytë që do të del, nuk di sa kohë do të merr pastaj filmi që është në përgatitje sipër, Dhimbin e Mal. Sa do të jetë i gjatë? Po, edhe sa kohë do të jetë sa të bëhet i gatshëm për Po nëse krejt shkon mirë, plani është në fund shtatorit me fillu xhirimet. Po. Kemi sezonën, domethënë e vjeshtat që kemi me xhiru. Masani kemi me xhiru edhe në janar, se kemi një pjesë të madhe që ka me xhiru filmin Bor, në dimër, në Bjeshk. Çfarë është aspekti në fakt që ka me qenë goxha vështirë, po edhe fakti që kam gjysa e filmit është në Bjeshk të Rrugovës, është na ofron diçka këtë tjetër, domethënë. Një pamje që zona nuk e ka pas, se zona është në Katon. Po plus e është edhe ai kontrasti me Prishtinën e 90-tave që ka qenë shumë aktive, edhe pjesa e aktivizmit teatri Dodona, që kanë qenë shumë, nështë ajo kujtohet, po. Faruk Begolli. Faruk Begolli, do me thonë, një pjesë e gjysa e filmit ka me është në Prishtinë, në 90-at. A ke mujt me gjetë, për shembull se tash e dim Prishtina u ndryshu, është rritë edhe zmadhu edhe horizontalisht edhe vertikalisht, po për shembull a ka pas, a ke mujt me gjetë skena ku mund shmiqizu për shembull çat pjesën e 90-tave diku na ka alo? Është shumë vështirë, qërë biblioteka kombëtare, se kom një skenë, është hala që shukon. Shumë, qëto 5 vitet e fundit, shumë sana kanë ndru Prishtinë. Shumë është vështirë. Po sa i përket kështu banesave janë do lagje, për shumë Ulpiana që ka metë që shka qenë, normalisht du të mi hekerët, me bo, po banesat janë që shjon kanë, kemi në film protestën e studentave, ajo ka me konë ma vështirë, na du të me visual effects, me efekte vizuale, do me thonë ka me pas punë edhe me efekte vizuale, për mu bo mirë. Se nuk mund është, se dush me hek sane, për të merë një kuadrë ma të gjanë, kush jetë Prishtina dush me po intervenime, se nuk mund është, nuk doke, do me thonë, që shu do për para, po ka haladë sane, që tash është, po. Që ajo është pak a shumë arsye pse jemi tash në punë sipër për fundraising, sepse shumicën e buxhetit filmave në Evropë edhe në Kosovë varet nga fondet kombëtar. Do të thonë tash kemi përkraje prap nga qendra kinematografike, kemi prap bashkëpunim me Shqipëria, Bullgari tash ka hi me një grant, edhe jemi të punu me një producent këtu në Oslo, që është producent norvegjes, është të lup grantet Surfund, në Zvicër, në Francë, mirë po prap se prap, për shkak se filmi është shumë i gjanë, ka skenat bjeshkëtar, ka skenat luftës, ka skenat të ndaj, edhe me efektet, edhe tash jemi edhe të bo këtë si torneo për me lup një pjesë të vogël buxhetit nga komunitet shqiptar në për shtetet të ndryshme, edhe bizneset në Kosovë, ka para 2 javë një biznes në Kosovë ka bo një sponsorizim që do të në ndihmon shumë. Po për këtë vizit, na duhet të falenderojmë shumë Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës që ka pa arsyeshme që këtë film mundet me qenë një pjesë diplomacisë Kosovës, me tregu botën kush jemi na. Po pra, se çka ka ndodhur. Nëse më tonë, po edhe ambasada Kosovës në Norvegji na ka thirr, na ka ftu me ardhë këtu, ambasadore Dr. Nita Luci na ka thirr me thonë hajde një me shfaq zone edhe Keshili shqiptarëve në Norvegji ka bashkangjit, rrjeti e bizneseve të diasporës në Norvegji ka bashkangjit, dhe më thonë është një prap për një
këtë film është një bashkëpunim shumë të madh, edhe me shumë organizata tjera, ashtu si organizatat që janë të funksionale këtë me mobilizu. Kjo është ajo mira që për çfarë të qenë edhe Radio Lindje, tash na jemi zëri juaj këtu në Norvegji, sa i përket me informu sa më mirë, ma në detale se kemi edhe misionin, ne do të provojmë çka mos të bëjmë, për shembull që në atë kapacitet ne që kemi që të informojmë diasporën e Norvegjisë, njerëzve që dojnë me kontribu, se kemi edhe regjisor këtu me renome, edhe kemi drejtorat festivale me renome shqiptare, po kemi edhe biznismen, edhe njerëz për shembull që kanë dëshirë me qenë donator në atë mënyrë që kur është puna te diplomacia edhe shpjegimi i jetës tonë, për shembull sakrificave tona, me zemër e me dy dur i jepin, ato e dimi se ekzistojnë. Kjo është ajo që shumë mirë përmendet, se na vetin arrit me filmat Hollywoodit me tush, edhe na e dim që ato filma neve na kanë bërë, për shembull, sot ditë në haloj kuptojmë që Rambo ekziston, e shumë sene tjera, për shembull, edhe na ka jep një farë vullneti, shumë filma, për shembull ka seriale që jemi rrit me ato. E tash ajo është pjesë e jona e jetës. E na me ato e kemi mësuar edhe ç'është edhe kultura për shembull në Amerikë. Edhe filma tjera që ka bo, për shembull Hollywoodi, luftat ndryshme, luftën e dytë botërore, pjesën e gjirit mes, gjirit mes dhe e këto, e kemi mësuar se si kemi ditë në ato, se kemi po ato, për shembull, po sipas filmit e kemi kuptuar se ç'është është ç'a ekziston tregimeve, po në honë që kanë shku njerëz edhe këto sene. E kjo është më e mira, tregimi më i mirë për shembull që është me kthimin në mal, edhe vetë titulli e tregon, për shembull që kthimin në mal, tash kjo do të më këshu me vëmendje se një ngjarje, kjo është, do të thonë, një ngjarje prej shumë mia ngjarjeve që kanë ndodhur, e tash paramendoje kjo një ngjarje, sot jemi për shtypje, qysh mundesh me fillu me mendu mandena për ato mia ngjarje tjerat e ku jemi sot, se pak e kemi haru, pak kemi mashtru mas banesave, mas do asfalt e kereve, për shembull kemi haru sakrificën, kemi haru çka ka ndodhur. Veç 25-6 vjet kanë kalu. Do me thonë nuk kanë kalu 250 vjet. Kjo është gjëna për neve me haru. Faleminderit shumë Antoneta që e ki marrë iniciativën me dhondrin ton Kesin me bo këto, edhe kena me arrit. Antoneta, gjatë manuskriptit që ke bërë të filmit tash, të prek emocionalisht për shkak për rrëfime, për shkrimeve dhe aktorës, sa i kemi, domethënë, rol real, ose që i përshkrimit i kitë realta, po sa janë aktorët, për shembull, aktiv në film, për ta përshkruar rrëfimin, për ta prekur një shikues emocionalisht. Për mua është që bëj procesin e shkrimit, unë tash i kom 2 aktorë që i kom gjetë ata 2 janë vllazën, që është menoj për një vend vogël si Kosova, që kemi një industri shumë të vogël filmit, është goxha një farë mrekullie që ku mujt mi gjetë, edhe janë aktorë. Për mua është shumë e rëndësi, do me thonë me përqu, menoj që mas pari skenari, që ajo puna që unë e kom bo, me përqu ndjenjat e fatosit, vllau që është tash hala, do me thonë, edhe që lufton për diçka, lufton për të njëjtin sa në fakt që Beni ka luftu. Se Beni ka luftu, do me thonë, që motra e ti mu mujtë më shkullu në gjuhën Shqipe, e ka dasht venin, ka luftu për vllat vet, ka luftu për nanën, për dashni. Ato se e bën të njëjtin san, lufton do me thonë për natyren. Për mua ato janë të dyja janë të pandashme. Veçanërisht është edhe një pjesë do me thonë që filmi ka qatë me goxha shumë një temë me rëndësi në film është edhe dashnia për mal, dashnia për natyrë, edhe për kafshë tegra që këta dy edhe dashnia për njëri tjetrin. Që ajo në fundit është që ajo boshti do me thonë i qëti filmit. E masani është dashnia për venin, për gjuhën. Të nalim pak të kjo, se po afru me ka dole edhe fundit, të nalim të kjo pjesa kontributi, dhe me thonë që shmunëm ne me kontribu diaspora shqiptarë Norvegji këtu, edhe e dim që
Këshilli Shqiptar në Norvegji dhe rjeti bizneseve shqiptar në Norvegji janë iniciator edhe do të marrin pjesë në këtë fond, ku njerëzit mundën për shembull me dërgu Vips, edhe mundën na do ta postojmë edhe në njëjtën kohë se në çfarë mënyre mundën të kush me dërgu fondet që kanë dëshirë, edhe kjo është ajo që a ka për shembull ka nevojë për mënyra tjera që mundën me kontribu përveç ekonomikisht për shembull. A ka mënyra që mundën me u bashkangjit një regjisor ose ekstra që keni nevojë për shembull me eksperiencë, ose artista që kemi, edhe artista këtu kemi me eksperiencë edhe teatrale edhe kështu. A ka nevojë edhe për kësi? Për ekipi është i Kosovës, po masanej edhe prej shteteve tjera. Në audicionin që kemi bërë, kemi hapë, domethënë edhe për shqiptarë që janë jashtë Kosovës. Po ekipi është ma shumë i Kosovës. Mundet me pas sene, jom të s'komenu në moment. Kesi në shtetë më mija, keni do një faqja apo dikun që mund të kyshën gjose cili ta për të pa se çka kërkohet, çka ka nevojë për shembull tash filmi Antonetës i radhës. Kemi një link që ka shpjegime për film, edhe për sponsorizim, edhe shpjegohet edhe për filmin, për projektet, për ekipi, edhe për çka kërkojmë. Sepse ka edhe nevojë, ndoshta nuk është veç financiarisht, po ka edhe nevojë për ushqim, për me ushu ekipi, për keret, për transport. Ashtu, po. Ka shumë mënyrë për me ndihmu, po plus edhe një pjesë tjetër që nuk është në këtë moment, po kur kryhet film, edhe shfaqet në për Evropë, në për festivalet në Norvegji, edhe kjo është një periud shumë e rëndësishme kur njerëzit, kur populli mundet me jep shumë fuqizim të filmit përmes rjeti social, përmes të shpjegu për filmin. Kjo është faza tjetër që është edhe më e rëndësishme, se na kemi synim jo veç me shfaq veç për shqiptar, po kemi synim me shfaq në për krejt bota. A filmi është në gjuhën shqipe, apo më do mund të përkthehet me kohën, pasi që në qoftë me notë. Në gjuhën shqipe, me titrat edhe përkthehet ashtu me titra. Evropianët janë mësu me titrat, në Amerikan tash jemi të mësu gjithashtu. Po pra, se për ne kemi mësu gjuhën për mes titrave. Çdo gjuhë botërore. Se filmat shumë të mirë janë të ardhur prej krejt vendet të botës, po Kosova është një befasi. Për një shtet shumë të vogël, Kosova ka nis 10 vitet të fundit me prodhu shumë filmat mirë që janë shumë të suksesshme, tepër shumë në krahasim me Kosova, po në krahasim me vende tjera ballkanike, domethënë Kosova është udhëheq në sa i përket filmit. Plus na jena të ballafaqur me shumë vështirësi për shkak se na ndo fonde nuk kena hiç qasje, për shembull në imazh. Shqipnia, Malizi, këtë këto mujnë me aplikuna për shkak se s'jena në bashkimin evropian, mujnë me marrë pjesë. Ka plot fonde që komenu që kërë kom punu zonën, s'kemi mujtë me qasë, me nëjsh ata shajt mas 5 vete në drejqë, për prapë se prapë jena s'kena mundësi, do më thonë kuse. Po nanën tjetër, jena të prodhu në fakt filma, se menoj që ekziston që ajo shumica e shoqeve të kolegëve të mia që janë të bu filma. Qëtash për shumë e kemi filmin Dua, që është në Kanë, Lerta Basholli, Altrina, është për një me, është edhe jena këtë shumica gjenerate në dhejtave, që jemi të bo këto filma, dhe e kena, më do këtë edhe qatë ideale që i kena pas, që jemi rritë në qatë kodë, që kemi besu në diqka. E ka edhe bashkëpunojmë shumë, punojmë bashkë me njëra tjetërën, kështu është gogja një farfryme, gogja inspiruse, po më nëjë që e kemë, po jena disa që fjallë se kam këtë këtë Thuj anglisht? Disadvantage, po menoj. Vështirësi, me shtetet të aparat, plus normalisht se na kur shkojmë në festival,
Na jemi bashkë me filma që janë bo me 10 milion. E na kemi bo me një buxhet tepër të vogël, kështu për shumë vjet. Edhe nuk është që Kosova është industria, është ka dal-dale të rrit, po prapë është vend i vogël, buxheti është shumë i vogël. Që ti kur i marr buxhetin prej Norvegjisë për shembull, një regjisor prej këtuit e merr gati gjysën. Masanej shkon koproduksione në shtet tjetër, për neve na marrim një pjesë më të vogël që na duhet. Po edhe është shumë vështirë kur do me bo filma që janë buxhetit më të madh, që do në mu zgjanu pak. Që është edhe filmi jam, se është në det, ato është në mal, është me UQK, protesta, skena më të mëdha, ajo nuk mundet mu bo keq. Më nuk mundet mu bo, nuk mundesh me bo kompromise. Po pra. Edhe që atësa në këmësus, unë jem në shkollë, po me na je keni me pa dhe me zanën. Se na krejt që kemi, do me thonë me zanën, kemi punu 5 vjetë, unë kur gjo nuk jem pagu. Këtë, do me thonë, jemi këthy në lej, kemi punu masane i gigs, për me mujtë, do me thonë, në borgjin që kemi pas. Se për mu është shumë rëndësi filmi me dalë mirë. Po është për shkak natyrës që është bojnë filmat, edhe sa ka mundësi Kosova, se nuk është që nuk ka interesem. Po me në po është filmi, do me thonë, merë, nuk është merë. është ma i vështirë pak më realizu. Për qatë arsye, unë e përkra filmat e Antonete shumë, se ajo është minatore e filmave. Hen shumë fele dhe punon shumë dërtoke. Fati mirë që kemi edhe ka Kosova në realitet një regjisore sikur Antoneta, menoj që neve shqiptarëve tjerë që jo që jemi nështë pasiv në drejtimin e përkrahjes edhe ekonomike edhe mbështesje morale, po du ta kemi obligim. Pa tjetër në që ose dojmë ta mbrojmë edhe njëherë kombin tonë, historinë e kombin tonë edhe të hekat që i ka pasën populli jonë, duhet pa tjetër që i këto filmat përkrahen. Unë menoj që nuk ka zgjidhje tjetër, sepse ne nuk do të thasht lidhemi se është shumë, nuk është mirë bëhen krahasimet me koncerte, me mbrëmje që i bëhen ndoshta pa nevojë, edhe jipen apo derdhen shumë para aty në ato organizime, duke di se kemi diçka më të nevojshme, më të rëndësishme edhe për kombin edhe për shtetin. Kështu për fund, për shembull, a keni menduar që filmi, tash po folim për filmin e ri që ka më ardhur, dhe zonën pelojmë aty ku është edhe të zhvillohet ajo ka dale. A keni menduar për shembull tash ne e dimë Norvegji edhe në Evropë dhe në Amerikë për shembull, shumë punohet me streaming. Netflixat, HBO edhe shumë tjera. A keni menduar për shembull me pas filmin me fillu aty për shembull si premiera apo do të jetë kinofilm? Ideja është, plani është dhe me thonë me pas premierën në një festival të madh, se dhe me zonën e kom pas në Toronto, mu shfaqë në kinema një herë, masa ne me shku streaming. Është ajo më hala që aty unë kom qep filmi më pa në ekran të madh. Bili me pas në periudhë që mund është me pa në kinema se në që është kitë një përjetim tjetër. Po tani dikur definitivisht Netflix Gjithë përfundon në streaming. Duhet me pas qatë periud kur njerëzit që kanë vullnet shkojnë në kinema dhe shkojnë në ekran të madh bashkë është. Si komunitet është ndryshme. Po ajo është mirë, për shembull që ta dimë që kur janë rradha e filmit, atëherë normal që promovimi që shpërndahet në për këto kinemat e Evropës e të botës, që me di që premierat le të jetë aty, me siguri premierën e boni në Prishtinë, zakonisht duhet me ndodh aty. Edhe këtu në Oslo kemi sigurisht do të ketë një premier këtu. Ose në një festival, ose në një organizim së bashku me ambasada, me këshilli, me rjeti, për komunitet këtu. Po normal, ajo ja vlen, sidomos për ata, e që tash është mirë në Norvegjia që jemi këtu diaspora shqiptare për shembull, që me kontribu sa më shumë që mos me na marr Zvicra premierën ose Gjermania, po na te marrim këtu mas Prishtinës. Po një lloj konkurrence për neve shqiptarë që sa më shumë ai që jep çati bëhet premiera, se mund me na marr Zvicra, Gjermania për shembull, jep ata më shumë, jo, na po jep më shumë. Ata kanë dhënë gjithmonë më shumë. Krahasim me Norvegjinë, ndoshta jo se jemi me numër pak më të vogël këtu. Por menoj që kësaj radhe ka rastin dhe mundësinë më të mirë Norvegjia, radhën dhe më thonë për të kontribuar në këtë drejtim. Po shpresojmë që t'jenë edhe pjesë e madhe. Norvegjia është një shtet që prodhon filmat shumë të mirë dhe si vjet
ka pas një sukses të madh me Sentimental Value. Na krejt të dojmë filmat që vinë nga Norvegji. Norvegjia. Atëherë unë falenderoj shumë që jeni marrë në studion Radio Lindjes, kjo është nder për neve, e kënaqësi që kemi juve, sepse normal që ju po prodhoni diçka që edhe gjenerata tjera që vinë mas neve, e fëmijët tonë, për shembull, kur e shohin e marrin më ndryshe se unë kur ja shpjegoj për shembull ose kur e ndëgjojnë në këngë, e kjo është këtë tjetër kur e shohin atë në ngjarjen, kur e shohin atë të vërtetën se është real story, dhe atëherë është këtë ndryshe se fëmijët e sodit e këshyren a është real story ajo. A është AI ajo, të me thonë kjo është ajo më e mira që është për gjeneratat tona me mësu historinë tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ana ime që për sjelljen e Kosovës një pasuri, mund të them për ta mbrojtur në arkivin çdo send që ka ndodhur përmes filmit, përmes rrëfimit dhe shpjegimeve tuaja origjinale që i keni. Faleminderit shumë për ju. Ishte kënaqësi. Shumë kënaqësi me pas këtë besim me juve edhe faleminderit shumë për kraja që po na jepni. Faleminderit. Faleminderit, urojmë shpresojmë të jemi bashkë edhe një emision tjetër. Patjetër. Në çdo hap, në çdo frymarrje, Radio Lindja është gjithmonë pranë jush, me meloditë përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, emëri vetëm që ndrese përbashk. Radio Lindja, zemra që ra për çdo shqip